Në kushtet e temperaturave të larta dhe rritjes së rrezikut për zjarre, strukturat e emergjencave civile në qarkun e Korçës kanë marrë një sër masash për monitorimin e territorit dhe menaxhimin e situatave emergjente gjatë sezonit veror. Përgjegjësi i emergjencave civile pranë prefekturës Korçë thekson rëndësinë e parandalimit dhe reagimit të shpejtë, si dhe të koordinimit me strukturave për mbrojtjen e qytetarëve, pronës dhe mjedisit. Strukturat e mbrojtjes civile kanë kaluar në gatishmëri të shtuar. Rëndësi të veçantë ka sinjalizimi i ershëm, funksionimi i sistemit të sinjalizimit të ershëm, për shkak se marrja e informacionit në momentet e para na jep mundësinë që të koordinojmë strukturat dhe të ndërhyjmë duke mundësuar eliminimin e dëmeve si dhe neutralizimin në një kohë sa më të shpejtë të vatrave të krijuara në gjithë territorin e qarkut të Korçës. Qytetarëve u bëhet apel për kujdes të shtuar ndaj zjarreve dhe njoftim të menjëhershëm të emergjencave për çdo vatër të konstatuar. Ndodhur në këto kushte ku priten temperatura të larta që do përshkruajnë të gjithë territorin e qarkut tonë, i bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve për një kujdes të shtuar. Gjithë secili qytetar duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të kontribuojë me mundësitë e tij për pjesën e sinjalizimit në momentin e parë të konstatimit të çdo prezencë tymi apo qoftë të zjarri në territorin e qarkut tonë. Strukturat e emergjencave civile vijojnë monitorimin e territorit dhe janë në gatishmëri për të ndërhyrë në rast të situatave emergjente me synim kufizimin e rrezikut dhe mbrojtjen e jetës, pronës dhe mjedisit gjatë sezonit veror.